Reshje shiu me intensitet të lartë kanë përfshirë të gjithë territorin e vendit që prej orëve të para të mëngjesit të së martës. Përpasoj janë evidentuar disa problematika që në momentet e para të gjitha strukturat në varësinë e Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë kanë qenë dhe vijojnë të jenë në terren duke ndërhyrë për normalizimin e situatës. Në zonën veriore, reshjet e shiut kanë qenë me intensitet të lartë duke sjellë rënje gurësh e inertesh në trup të rrugës dhe prurje uji të mëdha. Në aksin Bog-Theth ka pasur reshje të bore, ndërsa në dusha i Lek Bibaj në kilometrin 4 ka ndodhur një rrëshqitje, duke vështirësuar qarkullimin, po punohet për largimin e materialit nga pjesa kaluese e rrugës. Në aksin Vorma-Minas në kilometrin e 2 ka prezencë të ujit në rrugë. Kontraktorët me mjete e punëtor kanë qenë në terren pa ndërprerje për të bërë pastrimin e akseve. Sa i përket furnizimit me energji elektrike, aktualisht në rang vendi janë 22 fidera jashtëpune, ku rajoni më i prekur është Durrësi, ndikuar nga moti i keq dhe prezenca e ujit në kabina. Të gjitha linjat që furnizojnë hidrovorët janë në funksion, përveç segmentit në Synej të Kavajës, për të cilin është duke u punuar. Linjat 35 kV dhe nën stacionet furnizojnë normalisht me energji elektrike. Në rrjetin e transmetimit, të gjitha linjat 400 kV, 220 kV dhe 110 kV janë në operim normal, ndërsa brigadat e linjave dhe nën stacioneve janë në gatishmëri. Në nën stacionin Rashbull 220-110 kV ka pranitë të shtuar uji në sheshin e nën stacionit dhe ekipet e OST-s në bashkëpunim me emergjenca civile po marrin masat e nevojshme për evadimin e ujit. Si pasojë e reshjeve të shiut me intensitet të lartë, prurjet në Hecin Koman dhe Hec Vau Idejës vijojnë të mbeten të larta pa shfaqur tendenca rënjeje. Aktualisht, këto njësi prodhimi janë në punë me kapacitet të plot, megjithse 9 agregate në funksion. Uji i ardhur përpunohet për vënje në punë të njësive prodhuese, rezervohet në liqene brenda kuotave të lejuara dhe pjesa tjetër shkarkohet në mënyrë të detyrueshme, me qëllim garantimin e sigurisë së veprave prodhuese. Sa i përket furnizimit me ujë, situata paraqitet problematike në rajonin e Durrësit, si pasojë e reshjeve me intensitet të lartë që vijojnë pa ndërprerje. Të gjitha stacionet e pompave janë në funksion të plot dhe niveli i kanalit të hidrovorit është maksimal. Situata vlerësohet e rënduar me rrezik për agravim për shkak të vazhdimit të reshjeve intensive, ndërsa strukturat përkatëse janë në terren dhe po ndjekin situatën